Inter vendos sy tek Nicolo Rovella me sfushori Lazios është përzgjedhur si zëvendësuesi ideal në rast largimit të Çalhanoğlu, por ka një pengesë të madhe, e cila është klauzola prej 50 milionë eurosh. Lazio nuk pranon negociata. Rovella nuk largohet vetëm nëse nuk paguhet klauzola, ka thënë drejtori Fabiani dhe presidenti Lotito. E vetmja rrugë për Inter, paguaje ose harroje si lojtar. Vetë lojtari Rovella është lidhur me projektin e Lazios dhe nuk ka dhënë asnjë lloj sinjale për largim. Madje flitet për një hipotezim shkëmbimi mes Fratezit dhe lojtarit është përfolur, por për momentin gjithçka është ngrirë. A mendoni se Inter duhet ta paguajë 50 milionë euro për Nicolo Rovellën? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të ndjekësh A2+ të bëni follow faqen për lajmet më të fundit të Mercatos. Objektivi është të arrijmë të paktën 2500 veta deri në fund të korrikut. Like, follow dhe leni komentin tuaj për çdo video.